Zoti Roj, si keni lexuar zhvillimet e sotme që duhet thënë janë mjaft ronditëse sa i përket veprimit të gjykatës së posaçme kundrejt zëvendës kryeministres Belinda Balluku, së cilës ju bëhet ditur pezullimi nga detyra dhe nga ana tjetër ndalimi i saj jashtë vendit. Unë mendoj se nuk është aq tronditëse sa po e bëjnë mediat ose sensacionalizmi i medjave, për shkak se kjo ishte një pjesë që pritej. Sinjali i parë ju dha zëvendës kryeministres me një lloj butësie, ku ju tregua që ka një hetim ku emri i saj del dhe u lanë të rrjedhin nëpër media disa përgjime, ku bashkëpunëtorët e saj dhe ajo flisnin haptasi për mënyrën e paligjshme se si ishte zhvilluar tenderi, dhe unë mendoj që ky është hapi i dytë, është sinjali i dytë që i çohet kryeministrit për të lejuar ligjin të zbatohet. Mirë po, unë mendoj gjithashtu se nuk duhet të kapemi tek detajet e ditës, duke u nisur edhe nga motoja e portalit tuaj drejtën thelb. Thelbi i situatës sot nuk janë detajet e si do të lejohet apo jo të jap dorëheqjen zëvendës kryeministrja Balluku. Ka 3 gjëra që janë thelbësore, të cilat evidentohen edhe më qartë nga ajo që ka ndodhur sot ose që po ndodh sot. Pikës pari duhet të thënë që kjo ishte e parashikuar, ne kemi parashikuar që paria e Tiranës është e lidhur e gjitha bashkë dhe është një pari hajnore dhe kleptokratike, thuhet në gjuhën profesionale, dhe oligarkike, e cila ka për qëllim vetëm pasurimin e saj të plot, dhe nga të gjitha çka dalin pak nga pak, vërtetohet për ditë më shumë kjo dhe njerëzit duhet ta dinë këtë. Por janë 3 gjëra, siç e thash, 3 gjëra që janë thelbësore që vërtetohen nga zhvillimet e fundit. Pikës pari është se për te të gjithë teatrit politik që bën kryeministri, Shqipëria është një diktaturë jakobine, kryeministrit nuk janë ndjen fare për ligjin, për kryeministrin nuk vlen asgjë, nuk ka as fytyrë politike, nuk ka as nder politik, te kalon çdo gjë me nga një batut, sepse është i bindur se njerëzit do t'ja pranojnë këtë batut, është i bindur që ka kontroll të plot mbi oligarkin, duke menduar se ka kontroll tek telat thelbësor të oligarkisë. Kjo është gjëja e parë që evidentohet sot, që del në pah. Gjëja e dytë që pa nxirret sot është lidhja shumë e thellë e asaj që quhet qeveria autokratike, diktatura, siç e quan e ashtu quajtur opozit, me funksionarët e opozitës vet. Në përgjimet që përfliten, dhe pash një kolegun tuaj që në një televizion tjetër përpiqej i shkreti që të nxirrte sinjalin, po emrin nuk e thonte dot, unë besoj që nuk ka pse të kemi frikë të themi që Flamurnoka ishte ai që përflitej, që është sekretar organizativ i Partisë Demokratike, që shkëmbente mesazhe me vartësin e zonjës Balluku, me atë vartësin i cili bënte tenderat, që e kishte futur në punë zonja dhe i kërkonte nga përgjimet e para që t'ishte besnik, sepse kjo do të ishte ardhmja e tyre e përbashkët. Pra këto lloj mesazhesh ku dilte haptasi që zoti Noka, siç përflitet nëpër media, i kërkon para për të bërë opozit drejtorit të zonjës Balluku, i cili nuk thuhet në media, nuk e di sepse ka një omerta në media, është kunati një deputeti socialist shumë të njohur. Kjo është gjëja e dytë. Dhe gjëja e tretë është që paria e Tiranës po merr mesazh pas mesazhi që koha e saj ka kaluar. Këto janë të gjitha përshkallëzuara dhe koha e saj ka kaluar dhe ende nuk e dim se cila do të jetë faza e re, por nuk ka më zgjidhje brenda Parisë Tiranës. Do kalojmë edhe te pjesa e Flamurnokës, por edhe e bashkëpunimit mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, kur vjen puna për të ndarë llokmën e madhe sa i përket tenderave apo pasurisë publike. Po të qëndrojmë sërish tek Belinda Balluku, e cila pas vendimit të gjykatës posaçme ka zbarkuar menjëherë në zyrën e kryeministrit Edi Rama. Ju si e lexoni këtë lëvizje të Ballukut? Ka shkuar për t'i thënë se mund ta tërheq me vete, apo ka vajtur dhe po diskutohet dhe po negociohet për të shpëtuar nga drejtësia nga njëra anë, apo dhe për të dorëzuar dorëheqjen, ose në një rast tjetër që Edi Rama mund ta shkarkojë?
Marrëdhëniet brenda një grupi të strukturuar kriminal, siç është Paria e Tiranës, e ndarë në disa grupe të ndryshme, nuk funksionojnë në mënyrën që funksionojnë raportet miqësore midis njerëzve apo raportet familjare. Në çdo raport të ndërsjell të një grupi të strukturuar kriminal, i cili për qëllim ka vjedhjen e shqiptarëve, funksionon duke pasur ajo që në anglisht quhet leverage, ose kundërpesh ndaj kundërshtarit, ose ndaj edhe aleatit. Ashtu ndodhi me zonjën Balluku, me ish-kryetarin e Bashkisë Tiranës, i cili është ende në detyrë sipas gjykatës, zotin Veliaj, ishin miq armiq. E njëjta gjë po ndodh edhe me kryeministrin Edi Rama. Unë nuk di se çfarë po diskutohet atje, por ka dy gjëra që duhen thënë. Spari që tellallët mediatik nëpër media sociale të kryeministit Rama, të cilët shiten dhe blihen për nga një tender ose për nga një vend, një rrogë në një televizion, kanë filluar të shpërndajnë një gjysmë mesazhi që veprimi i SPAK-ut ose i prokurorisë ose i gjykatës, themi që jemi të sakt, i gjykatës, i GKK-s, është i paligjshëm ose jo kushtetues. Pra ata do ta trajtojnë këtë si një çështje kushtetuese, paria të gjithë bashkë, dhe kjo bashkon edhe Edi Ramën edhe Sali Berishën, sepse të gjithë kanë frikë nga veprimet e mëtejshme. Pra do të thonë, kjo është antikushtetuese, duhet ta rikthejmë edhe një herë SPAK-un në kushtetutë dhe kjo do të jetë mbrojtja e tyre. Së dyti, unë e di që njerëzve ju intereson, thashë themi që a do të hiqet, si do të hiqet. Unë nuk dua të hyj në ato thashë themet e vogla, le ta bëj atë punë pjesa tjetër e medias së kapur, por në këtë portal që më lejon të them të vërtetën, duhet të thënë një diçka që është analitike. Dhe ajo është që thirrja e ish-ministrit të drejtësisë tregon që ata po kërkojnë një strategji të përbashkët ligjore për të dalë nga situata në një farë mënyre. Pra, unë mendoj që zonjës Balluku i kërkohet që të bjerë mbi shpat. Zonja Balluku nuk do të bjerë mbi shpat, sepse e di që në momentin që zbret nga pushteti të harrojnë të gjithë dhe të lënë në burg, siç është lënë zoti Veliaj. Por zgjidhje tjetër unë nuk shoh që të ketë pa rënë kryeministri. Duhet të thënë një gjë që mos ta harroj. Në një shtet normal, shumë kohë më parë që kurse u kap ministri i financave, që i cili është i arratisur nga drejtësia dhe akuzon kryeministrin për aferat të tmerrshme, të dy hajdut me një fjalë, qeveria duhet kishte rënë, ky kryeminist duhet kishte dhënë dorëheqjen dhe partia e tij duhet ta kishte tërhequr, në qoftë se partia do të ishte parti. Po në fakt është një sekt, siç e kam thënë në një emision tjetër më parë në këtë media, është një sekt që funksionon në bazë të mirave materiale që shpërndan kryetari, dhe nëse kryetari ju jep tendera, ju a blen gjakun me para, me tendera dhe me privilegje dhe me ofiqe, dhe të gjithë janë të gatshëm që të ulin kokën përpara çdo gjë. Pra, këto janë grupe kriminale që nuk kanë moral, dhe si e tillë do të sillet edhe zonja Balluku, edhe zoti Rama, edhe Sali Berisha është duke u sjellë si e tillë, edhe Ilir Meta sillet si e tillë. Pra të gjithë që janë pjesë e Parisë së Tiranës janë pjesëtar të grupeve përkatëse kriminale dhe të një grupi sindikate të përbashkët ndërkombëtare të krimit. Duke qenë se Balluku ndodhet që prej mesditës në kryeministri, pra me orë të tëra, dhe më pas këtij takimi mes Ballukut dhe Ramës i është bashkuar dhe ish-ministri i drejtësisë Ulsi Maja, sipas raportimeve në media, kryesisht afër medjave të ish-kryeministrit Sali Berisha, bëhet e ditur se ky takim është shoqëruar me të bërtitura dhe sherr mes Ballukut dhe Edi Ramës. Ju, duke njohur natyrën e Edi Ramës në këtë rast, si mendoni se po e negocion ose po e menaxhon këtë situatë ku tashmë duket se SPAK-u i është afruar shumë afër, po themi, ndryshe nga sa mund parashikohej? Unë nuk kam lidhje të drejtë për drejta as me Edi Ramën dhe as me Sali Berishën. Do t'i ftoja shikuesit tuaj që të gjykonin vetë vërtetësinë e deklaratave të Sali Berishës, sepse ai shpeshherë i hedh këto shashka dhe pastaj nuk i tërheq më. Por edhe nëse e marrim të vërtetë që aty ka tension, është normale që në një situatë të tillë ku i kërkohet dikujt që të bjerë mbi shpat, të ketë tensione. Pra do kishte qenë normale nëse është e vërtetë. Mirë, thelbi nuk është a ka të bërtitura në korridor. Thelbi është që ata janë duke u sjellë si grup kriminal. Në fakt janë përfaqësues të shtetit, janë përfaqësues e mi dhe të tut, sepse të dy kemi në shtetinë shqiptare.